Sërish bashkë, besoj pat edhe nga sigla do të flasim për Andrea Stefanin, për gazetarin dhe analistin e mirënjohur që u nda atje nga jeta në mënyrë të papritur dhe natyrisht ka shkaktuar një reagim të gjerë në opinionin publik, edhe tek ata që e vlerësonin dhe tek ata që e kritikonin apo e shanin. Është një vdekje e papritur, edhe pse kishte disa muaj që luftonte kundër sëmundjes që i mori jetën. Kam të ftuar në studio mikun e tij, kolegun e tij, zotin Ilir Yzeiri, që është gazetar dhe pedagog gjithashtu. Mirë se erdhët, zot Yzeiri. Më vjen keq që ju ftuam për këtë gjë, po besoj që edhe e meriton Andrea Stefani që të flasim sa më shumë për të, edhe për karrierën e tij, për aftësitë e tij profesionale, për kontributin e tij. Aq më tepër në këto momente, ngushëllime në radhë të parë. Faleminderit. Unë do doja të ndalim me publikun atë që publiku nuk njihte nga Andrea Stefani. Për te atij analistit shumë të vrullshëm që shihnim nëpër programe televizive, na flisni pak më shumë për Andrea Stefanin si shok, si mik. Unë me Andrea Stefanin edhe si gazetar edhe si miq jemi të lidhur për 20 vjetësh. Unë kam njohur shumë në jetë, sepse jeta ime ka qenë e tillë, kam pasur dhe babain ushtarak në atë kohë dhe kam lëvizur pothuajse në gjithë Shqipërinë, por nuk më ka qelluar që të kem një mik të tillë si Andrea për një kohë kaq të gjatë, për 20 vjetësh. Është folur këto ditë dhe është shkruar shumë për Andrean dhe unë me këtë rast edhe në emër të familjes dua t'i falenderoj të gjithë ata kolegët mi, gazetar, personalitetet politike të vendit, të opozitës, të pozitës, që të gjithë presidentin Bujar Nishani, që kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen e mikut tim të Andreas. Dhe në këtë rast doja të thosha që unë kam humbur një mik shumë të mirë dhe doja të thosha diçka tjetër. Andrea njihej pak si njeri për shkak se personazhi i tij, ai kishte krijuar një figurë që ishte shumë e spikatur në ligjërimin publik. Andrea ishte shumë pasionant për punën që bënte dhe dashuronte të vërtetën. Andrea ishte guximtar, ishte trim dhe ishte i ndershëm dhe besonte shumë. Me shumë fuqi atë që besonte edhe kur mund ta kishte gabim. Shiko, një filozof thotë kështu: njerëzit më të rrezikshëm në botë janë njerëzit që thonë gjysmë të vërteta dhe që i dinë gjërat për gjysmë. Ose ata që heshtin. Ose ata që heshtin. Po njerëzit që i dinë gjërat për gjysmë të mbysin me padijen e tyre dhe njerëzit që thonë gjysmë të vërteta të mbysin me ignorancën e tyre. Andrea i kishte të gjitha gjërat, i kishte të vërteta. Mirë po, e vërteta të trëmbë dhe e vërteta nuk... Dhe shumë nuk e duan të vërteta. E vërteta, jo shumë nuk e duan. Një pjesë e duan, një pjesë e urrejnë atë të vërtetën. Duket sikur një pjesë e ndjekin, por në përgjithësi po ta shikosh thellë, askush nuk e do të vërtetën. Andrea ishte për atyre që besonte shumë tek e vërteta dhe kishte guximin, se jo çdo njeri. Ka shumë njerëz që besojnë tek e vërteta, po s'kan guximin ta thonë. Andrea kishte edhe guximin për ta thënë. Andrea gjithashtu zotëronte në mënyrë të magjishme artin e polemistit. Ishte një polemist i jashtëzakonshëm në studia, i lindur. Por Andrea ishte modeli i virtytit. Unë nuk kam njohur në jetën time njeri të përkryer pas një vesi që ishte Andrea. As një lloj vesi. Dhe kam diskutuar edhe në familje, kam diskutuar edhe me miqtë e mi dhe jam bindur për një gjë që Andrea nuk ishte i pajisur me mbrojtjen, me imunitetin e jetës, nuk e kishte imunitetin e jetës, ishte aq i pastër, s'kishte asnjë vesë, siç kemi ne të vdekshmit e tjerë, sa që duke qenë kështu e rrëmbeu vdekja. Domethënë ai ishte rasti klasik që nëse do t'i besojmë këtyre, si thua, ligjërimit popullor apo çfarë të më thuaj ti që vendi aty me sa duket nuk ishte këtu. Se kishte vendin këtu. Ai kishte një besim, kishte një dashuri, kishte tre idhuj, familjen e kishte të shenjtë. Maman që kishte gjallë, që ka gjallë akoma, Klarën, e kishte të shenjtë, motrat po ashtu. Andrea, unë shpeshherë e gjej kur takojmë se jeta ime, domethënë dita ime kështu fillonte në mëngjes në orën 9, 9:30, dole Andrea, dole, takoheshim, pinim një kafe te Friends Book House, pastaj në bibliotekë, ai në bibliotekën e tij, unë në punën time. Më qellonte shpeshherë që e gjeja me lloj-lloj njerëzish në tavolinë, thoshte, po ku ç'është me Andre? Po është një miku im, po ka një punë këtu edhe duhet marr çik në telefon. Andrea ishte si prift në kjo pikpamje, sepse edhe origjina e Andreas nuk njihet mirë, për shkak se Andrea ka qenë, si të thuash, pasionant dhe pak i ashpër me opozitën e sotme.
thonë me kundër të djatës, pa Andreja ishte i djatë, një Daja Andreas ka për 15 vjetë burg politik. Andreja është nipi i Palok Gurashit. Palok Gurashi është fotografi që ka themeluar fotografi në Durrës nga Shkodra. Është katolik nga Shkodra dhe ortodoks nga Ejrëma. Dhe Andreja kishte shpirt kristiani. Andreja nuk mërziteshe kur dhe dinte të falte shumë. Ishte shumë pasionant në studio dhe t'i kujtoje sikur Andreja është fanatik, s'është as pak e vërtet. Andreja kishte një cilësi tjetër që Andreja e konceptonte, e dinte që jeta politike është një teatr. Dhe duke qenë se është teatr, ai ishte kritiku më i rrept i këtij teatri. Më gjeni ju mua një shkrim të Andrea Stefanit që është marrë personalisht me ata që ai i kritikonte fort, apo me familjet e tyre, apo me fëmijët e tyre. Ai merreshe vetëm me personazhin. Kur nuk degradoi në këtë pjesë, asnjëherë. Që ndodh rëndom në Shqipëri. Absolutisht, asnjëherë. Andrea kishte një cilësi tjetër që Andrea nuk kishte armiq. Andrea kishte kundërshtar. Mirë po, dhe e kuptonte sepse ndeshja ose loja politike ku jemi futur të gjithë përbëhet nga palët. Dhe ai kishte zgjedhur që të mbronte një ideal dhe të kundërshtonte palën tjetër, po jo të luftonte. Mirë po, ne jetojmë në një vend që është i mbytur nga fanatikët. Dhe edhe mua më ka ndodhur ashtu siç kam parë, por nuk do t'i shikoj sepse po t'ishte gjallë Andrea dhe t'i thosha, o Andrea, janë shumë veta që të kanë shartë ashti, do kështë qeshur, sepse Facebooku i Andreas, që e mbante të hapur, nuk mërziteshe fare, mbusheshe me lloj sharjesh, fyrjesh që i bëri, nuk mërziteshe fare për atyre. Pse? Sepse ishte i qetë, ishte i bindur që atë nuk e kishin kuptuar. S'kishte asgjë të bënte, s'kishte të bënte Andrea me, si të thuash, me palën që ai kritikonte si njerëz. Ai kishte të bënte me ata që ishin kundërshtar të bindjeve që kishte ai. Ndalemi këtu tek kundërshtarët, tek reagimet, unë doja t'ju pyesja, ju dolet vetë, sepse nga ana njerëzore shumë e çuditshme, por edhe nga ana shoqërore për të kuptuar disa detaje apo specifikat të një publiku që në fakt reagon në mënyrë shumë të keqe. Pse ndodh kjo? Pse kemi kaq vështirë të themi që mbase dikush mund të mos të pëlqejë si njeri, por të mos i hash hakun thot popullit ose ta vlerësosh profesionalisht dhe të pranosh që ka patur një kontribut, se ka qenë gazetar edhe analist prej shumë vitesh, prej më shumë se 20 vjetësh. Dhe duke parë këto reagime dhe ju përmendët kundërshtarët, kam lexuar një koment jashtëzakonisht të bukur nga Krishnik Spahiu që pranon ndër të tjera ndër rreshta që ka qenë kundërshtar dhe i kritikuar nga vetë Andrea Stefani, por flet për vlerësimin dhe për rolin e jashtëzakonshëm. Lexoj vetëm një, se ishte shumë e bukur, gazetari Andrea Stefani thot meritonte respekt për karrierën e tij të shkëlqyer, shkroi 22 libra dhe shahet sot nga njerëz që nuk kanë lexuar 22 faqe. Tashi, duhet të pranojmë një gjë për fat keq. Ne jetojmë në një kohë, në një epokë që u ka dhënë mundësi, siç thoshte Umberto Eco, se u bë dhe ai përndjes pas, ku në të njëjtin vend, në të njëjtën faqe mund të shkruajnë edhe ignorantët, edhe budallënjtë, edhe shkencëtarët. Interneti, rrjetet sociale kanë krijuar këtë mundësi. Unë nuk mërzitem as pak nga kjo, se nuk ndodh vetëm tek ne, ndodh në të gjithë botën. Pse? Sepse për fat keq ai fenomeni që po ndodh tash, bile diskutojmë shpeshherë dhe me Andrean këtë kur e shanin Andrean, natyrisht fanatikët me pseudonime. Dhe pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak se fanatizmi që ngulitet thellë tek një pjesë, tek militantët, tek ata që mendojnë se jeta e tyre është e lidhur ose jeta e tyre është e lidhur pazishmërisht me imazhin e një lideri apo të një figure politike. Këta nuk mund ta kuptojnë, nuk mund të identifikojnë, s'kan mundësi të identifikojnë tjetër, në asnjë vend tjetër, përveç se nuk mund të jetojnë. Në të tilla raste thuhet që ata kanë zëvendësuar Perëndin me liderin e tyre. Dhe nëse ti u prek lideri, nuk e prek kur shenjti, nuk e prek kur si thua kulti i individit në Shqipëri është i frikshëm. Është i frikshëm dhe ne nuk kemi mësuar, kjo ndodh në të gjithë botën dhe ne nuk kemi mësuar pastaj që të ndajmë, si të thuash, njeriu nga personazhi, nga profesionisti. Në këtë rast gjithë ata që shkruajnë, domethënë që gjejnë këtë ditë për të shkruar, si të thuash, për të folur keq ose për të sharrur ose për të ofenduar Andreun, le ti mbajnë për vete ato. Andreas nuk i bën gjë. Andrea po të zgjedhë edhe të hesht kur nuk e pëlqen dikë. Shiko, ai që është mediokër, ai që është pas një vlerë dhe që fshihet gjithmonë, nuk ka kute morale për të matur likësinë e tij. Dhe është cinik pastaj dhe gjen pikërisht këtë rast. Domethënë, unë nuk do t'ia uroja askujt që të provonte atë dhimbje që provojnë sot familjarët e Andreas, mamaja e Andreas.
Dhe nga ana tjetër të shikosh që këta kanë kurajon, kupton që të paktën kanë kurajon që të thonë ato që të shkruajnë ato që shkruajnë ata. Po ti je sigur që po të ishte Andrea, do të kishe qeshur se nuk i bënte përshtypje fare kjo pjesë, sepse ai e kishte të sigurt që Andrea nuk luftonte me asnjëri. Andrea luftonte vetëm me konceptet dhe me idetë. Andrea ishte i fiksuar pas asaj që e quante liri. Përballë lirisë shikonte i trëmnin gjithmonë autokratët, dhe kur merrnin formë autokrate, dhe Edi Rama kur ka marrë formë autokrate kur donte të bënte ndryshimet kushtetuese, është masakruar nga, domethënë, Edi Rama si lideri i opozitës, jo Edi Rama si njeri, po si lideri i opozitës që donte të bënte ndryshimet kushtetuese. Ky ishte Andrea. Dhe mua më vjen mirë që sot të paktën të gjithë e kuptuan, tash që Andrea iku, dhe të gjithë e kuptuan që Andrea ishte gazetar që interpretonte, që kritikonte lojën politike të egër, pa asnjë sens moral që bëhej këtu, dhe të gjitha palët e kuptuan që Andrea nuk kishte asgjë me ata personalisht, dhe të gjithë u shprehen. Por kur mendonte të arsyeshme dhe të logjikshme e bënte kritikën e tij. Mos gabon, është i pari gazetar që ka kritikuar hapur një ambasador amerikan, apo jo? Në momentin që Withers, ose më konkretisht u vendos që të ndërpritej programi për sa i përket financimit të USAID, lidhur me programin programin hapur, por që në cilin edhe unë merja pjesë, por doja të veçoja dhe diçka tjetër. Andrea ishte modeli për ne të gjithë i gazetarit ose i profesionistit që ka përveç virtytit, përveç vlerave, ka edhe dignitetin. Sot është shumë e vështirë që të matet njeriu. Si mund ta masë njeriu sot? Cili është kriteri? Ju që jeni pak më të rinj se ne, dhe që keni, se më thonë, shpesh herë pyesni veten, ore, çfarë modeli duhet ndjekim sot? Pikërisht, aq më tepër me mënyrën se si kanë ndryshuar. Më besoni që kjo është sfidë e përditshme për shumë njerëz që e fitojnë bukën me ndershmëri, domethënë. Sfidë që ose dilemë që e kam edhe unë me fëmijën tim, çfarë modeli duhet i mësoj fëmijës tim? Si duhet ta mësosh? Sepse modeli që na kanë mësuar dhe na kanë rritur neve, fatkeqësisht aktualisht nuk po funksionon. Ne kemi, domethënë, si popull kemi disa fatkeqësi, ne jemi zbrazur në shpirt disa herë. U zbrazëm nga komunizmi dhe u mbushëm me një moral fals. Ra komunizmi, u zbrazëm prapë në shpirt dhe na u imponua një moral tjetër, moral kriminal, që kuptimi i jetës është që ti rrëmbesh tjetrit, të plaçkitësh tjetrin, dhe kuptimi i jetës është konsumi, të kesh sa më shumë dhe të konsumosh sa më shumë. Ky model jete që i terrorizon fëmijët sidomos, sepse fëmijët përballen me djalin e atij që babai vjen me ka 7 makina etj etj. Andrea dhe nga kjo pikpamje ishte një model, sepse me punën e tij, me jetën e tij, ai u tregonte jo vetëm familjarëve të tij, po të gjithëve se në këtë vend mund të jetosh me dinjitet, mund të jetosh dhe me nder, mund të jesh i respektuar, dhe Andrea ishte shumë i respektuar. Mund të jetosh edhe pa vjedhur, edhe pa vrarë, edhe pa vrarë, dhe pa bër kompromise. Po të them edhe një gjë që ta dinë që të gjithë. Andrea kishte mundësitë që mund të merrte çfarë të donte në këtë qeveri. Andrea jetonte, tash në fund që u smur dhe që nuk dilte tek emisioni i Blendi Fevziu te Klani, ku kishte një kontratë vetëm me rrogën që merrte si analist te gazeta Dita. Dhe kjo rrogë nuk e kalonte 100.000 lekë të reja në muaj. Vetëm me atë rrogë, me 8 shkrime në muaj, me atë jetonte. Nuk bënte pjesë në asnjë bord që kanë qeverit që i fusin dashamirësit e tyre për t'u plotësuar. Në asnjë bord, asnjë gjë fare, jetonte vetëm si gazetar. Vetëm me kontratë. 4 gjuhë të huaja? Po, Andrea, anglishtën që e flasin dhe fëmijët e tij, italishtën po ashtu, frëngjishtën po ashtu. Çfarë pasionesh kishte? Për shembull, kur mbaronte gjithë angazhimi i tij, çfarë i pëlqente të bënte? Andrea, ju se dini, po Andrea ka mbaruar liceun për piktor. Andrea ishte piktor. Dëshironte shumë, bile edhe vajza e vogël, Stefania, i ngjet Andrea s'ka këtë pasion. Andrea kishte pasion shëtitjet, vrapin dhe futbollin një farkoj derisa u smur nga gjuri, dhe leximin, vazhdimisht leximin. Ishte refleksiv si natyrë dhe i pëlqente pastaj dhe të futeshe në debate filozofike. Kohët e fundit kishte filluar të merreshe, po investigonte vetë si kërkues shkencor për nocionin e kombit, nocionin e popullit dhe nocionin e shtetit. 3 nocione që ngatrohen. Kishte filluar kërkime që në shekullin që në antikitet, po epoqe me Platonin, vinte te koncepti Renanit këtej dhe po përgatiste këtë libër.
Po ashtu e kishte tërhequr shumë lufta nacionale çlirimtare dhe ajo që ndodhi për të kuptuar se kishte gjithmonë edhe këtu u shndrua në polemikë. Kishte po provokoi një me luftën, sepse ai donte të gjente rrënjët e së keqes në Shqipëri dhe ai ishte i bindur që rrënjët e së keqes në Shqipëri fillonin që gjatë luftës. Diktatura, si thua, ose komunistët nuk e kishin. Pavarësisht, mos harrojmë, nuk ka asnjë shkrim të Andreas që të jetë kundër luftës nacionale çlirimtare, po ai kishte gjithmonë me qëndrimin autokrat dhe kriminal të segmenteve të caktuara të udhëheqjes së Partisë Komuniste, që e shndruan lirinë, luftën, që e shndruan në robëri pastaj për gjithë popullin. Dhe për këtë Andrea punonte në bibliotekë dhe fliste me dokumente, nuk fliste asnjëherë. Pra ai zotronte, nga kjo pikpamje zotronte cilësitë e një kërkuesi shkencor të klasit të lartë. Dhe librat e tij janë shquhen për referenca, shquhen pra janë analiza të vërteta shkencore, me argumente, me konkluzione që i bënte si një studiuesi i vërtet. Dhe të gjitha këto pastaj e bënin që shpesh herë të ishte edhe pak nervoz, mos ishte shumë i qetë, sidomos të kohët e fundit. E kuptoj. Në fund do doja të preknim pak pjesën më të vështirë natyrisht, të smundjen që i mori jetën. Ju pyes për këtë sepse përveç reagimeve, domethënë faktit që ka një reagim të jashtëzakonshëm nëpër mediat sociale, njerëz që e kanë njohur, që kanë bashkëpunuar, që kanë patur mik, kolegë dhe që bashkë edhe me ata që e shajnë apo e kritikojnë. Por ka dhe një tjetër pjesë natyrisht që ngre në vëmendje faktin që shumë njerëz të njohur, të respektuar, ashtu si dhe shumë njerëz të thjeshtë, sepse është fatkeqe për të dyja palët natyrisht, jeta njerëzore vlen njësoj kudo, po vdesin për shkak të kancerit. Dhe a duhet të ndërrisim pak ndërgjegjësimin, sepse kjo smundje po shton numrat e saj në Shqipëri. Një miku im thotë që është bërë si gripi, dhe po dëgjojmë nga çdo ditë po dëgjojmë lajme ose marrim njoftime të tilla që filani Andrea vuante nga stomaku në fakt prekosh. Ai kishte një cilësi që nuk e kishte asnjëri, ishte i vetë përmbajtur, domethënë siç e frenonte Andrea Stefani, vetë nuk e frenonte njeri, mbante një regjim, një dietë si vetëm ai mund ta bante, asnjëri tjetër. Megjithatë, në mos gaboj unë në qershor, pak më tej se në qershor, ai pati një bllokim, ndjeu një bllokim në stomak, nuk i kalonte ushqimi poshtë. Megjithëse ai ishte vizituar, kur vajti bëri atë stenoskopin që quhet, u konstatua që ishte me kancer. Dhe që më datë 27 qershor që është shtruar në spital, u mjekua jashtë në Itali, sepse aq kontribute kishte Andrea dhe në këtë rast qeveria u tregua, si të thuash, e gatshme me njëherë dhe i mori gjitha masat që ta çonte dhe u kurua në spitalin San Giovanni në Romë. Bëri 3 fazat e kemioterapisë, bëri dhe një imunoterapi një të fundit. U duk shumë mirë, u duk sikur ja hodhi. Ne bile para 2-3 javësh bëm edhe mbledhjen e fundit të MSI-s, Majreksin, ku diskutojmë për këto treguesit e qëndrueshmërisë së medias. Dhe të hënën do të thonë iku një javë përpara, bile kam përcjelluar në Rinas, dhe të hënën u bë operacion. Për fat keq kur mjekët e hapën, panë që smundja kishte përparuar dhe të ende pastaj pati një hemoragji, një komplikacion të brendshëm dhe ajo në orën të shtunën, ajo pastaj në orën 2 mori jetë. E kuptojmë. Zotë Yzeri, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio. Unë ju falenderoj juve për këtë vëmendje që treguat për Andrean dhe ju ftoj, si thua edhe juve, që ai model, si të thuash, të vazhdojmë që ta ruajmë atë model, pavarësisht se një pjesë nuk e pëlqen, po sido që tjetë le të marrim atë më të mirën që kishte Andrea, që ishte ndeshmëria intelektuale dhe respekti për të vërtetën. Shpresoj shumë. Unë personalisht e kam takuar vetëm një herë dhe u përballa sinqerisht me një lloj ashpërsie në reagimin e tij, por nuk mund t'i mohoj kurrë vlerat që kishte nga ana profesionale. Do doja shumë fakt që njerëzit mësoshin dhe shqiptarët të mësoshin që me atë shprehjen mua m'pëlqen shumë, jepi Cezari, çfarë është Cezari, që do thotë mund mos i pëlqejnë njerëzit për karakterin që kanë, por s'mund mohojmë kurrë rolin që kanë, vlerat që kanë, kontributin që kanë. Këtë do doja. Shpresoj që të shërbej mbase kjo ikje e Andrea Stefanit për këtë këmban që ka nevojë shoqëria shqiptare. Faleminderit edhe një herë që ishim bashkë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve që na keni ndjekur në këtë bisedë me pedagogun dhe gazetarin e mirënjohur Ilir Yzeri. Do të ndajemi këtu bashkë.